Vllaznia Elbasani është padyshim kryesfida e javës së 6 të Abisnes Superior, takimi i cili është programuar të luhet mbrëmjen e së shtunës në stadiumin Lolo Burrixhi të Shkodrës, duke filluar nga ora 19:00. Esat Mala, mesfushori sulmues i Vllaznisë, ishte i përzgjedhur i kampit kuqeblu për të dalë në konferencën e shtypit të Pragneshjes me Elbasanin. Normalisht nesër është një neshje si i takon një lezeti, si themi, të kampionatit shqiptar, dy ekipe me histori edhe nga renditja tabelare, besoj që do jetë një neshje shumë e luftume, po ashtu edhe ndjekun. Ne normalisht kena pas javën në dispozicion për mu përgatit për këtë neshje. Kena marrë gjitha masat, sot e kena përgatitin e fundit, si themi, stërvitin e fundit, edhe do shohim si do vendoset ekipi në fush. Por mund të them që kemi një besim të plotë edhe kena punu për këtë neshje dhe shpresoj që dalim me pikë të plota. Në aspektin personal, Mala pranon se në të 4 sezonet që është pjesë e Vllaznisë, ky mund të jetë ndër më cilësorët. Po mund të them që është viti 4 në Shkodër ky, edhe nuk du të them është më i mirë apo më i keqi, sepse në çdo vit kemi pas lojtar shok mjaft mirë, kurse këtë vit mund të themi që është më i kompletuar sepse mund të kemi edhe zgjidhje më shumë. Duke folur për kundërshtarin, Mala vlerëson paraqitjen e Elbasanit që vjen në Shkodër si kryesues i kampionatit me një pikë më shumë se sa Vllaznia e vendit të dytë. Këto javët e para ata kanë treguar që janë një ekip, një skuadër kompakte dhe nuk kanë psu gola. Kurse ne kena treguar që dim që të shënojmë në çdo moment. Besoj kena besim të plot në kualitetet tona, si ona e repartit sunit, po shumë mbrojtjes edhe mes fushës. Do jetë një neshje, siç e thash, shumë e luftume, do jetë e vështirë normalisht, sepse edhe renditjet tregojnë, por kemi besimin e plotë dhe shpresojmë që në fundit dalim në fitimtar. I pyetur për tifozët, Mala thekson se ato janë shumë të rëndësishëm për Vllaznin, pasi janë një mbështetje e madhe për skuadrën në fushën e lojës. Ata janë një pikë mbështetëse ku e kanë treguar në këto neshjet e para të këtij kampionati, kanë ardhur shumë, na kanë kënaqur, na kanë dhënë atë motivimin e duhur. Është një kënaqësi kur shef tifozërisë shkodrane duke mbush shkallët e stadiumit, po dhe duke dhënë mbështetje ekipit. I presim, shpresoj që të na vinë jo vetëm këtë neshje, por çdo neshje tashme, sepse janë motiv shtesë për ne. Takimet e tjera të javës së 6 të Abisnes Superior nisin mbrëmjen e së premtes në derbin Partizan Tirana, që është edhe sfida e parë e javës së 6 për të vijuar të premten me 2 ndeshje të tjera.